Kryeministri Edi Rama është nisur për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të marrë pjesë në themelimin zyrtar të Bordit të Paqes. Përgjigjen pozitive të ftesës së Donald Trump, kreu i qeverisë bëri me dje pak ditë më parë, ku shpreh se Shqipëria nuk do të kontribuojë me para për të qëndruar si anëtare e përhershme, por kontribuon me dinjitetin dhe me atë që ka bërë të respektohet ndërkombëtarisht dhe të ftohet deri në këtë nivel kaq të lartë të diskutimit mbi të ardhmen e paqes. E pyetur nga mediat, ministrja e jashtme Elisa Spiropali shpjegoi se pjesëmarrja e vendit tonë në Bordin e Paqes lidhet me dhënien e kontributit në rrugën drejt zgjidhjes së konflikteve. Shqipëria nuk ka asnjë detyrim në këtë fazë, po sigurisht ka përgjegjësinë për t'u përfshirë jo vetëm në aktivitetet e Bordit Paqes, Bordit Gazës apo forcën të stabilizimit ku ne kemi rënë dakord që të përfshihemi, po dhe Shqipëria ka se ç'i ofron Bordit Paqes, duke qenë një vend i cili ka dalë nga diktatura totalitare dhe ka rindërtuar demokracinë, shoqërinë. Bordi i Paqes i iniciuar nga presidenti i SBA-ve Donald Trump synon forcimin e paqes në lindjen e mesme dhe njëkohësisht të ndërmarrjes së një qasjeje të re për zgjidhjen e konflikteve globale. Deri më tani nismës së presidentit amerikan janë bashkuar një pjesë e madhe e vendeve nga Europa dhe kontinente të tjera.